Atëherë është një epizod i errët në demokracinë parlamentare ku partia fituese nuk respekton rregullin bazik kushtetues që thotë që një i zgjedhur s'mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet në njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe blerë kohë. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin ndërheqje prej pozitave që i kanë, të ulen në ulsat e Kuvendit si deputet Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi i Kuvendit Kosovës. Sa për akuzat tjera, po i shihni se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese dhe du të them një gjë të thjeshtë. Ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë ashme, më së paku du të flasim për koordinime të tilla. Megjithatë, një letër e dorëheqjes drejtuar kryetarit të parlamentit, deputatit Mlaku Njupsës, është publikuar nga vetëvendosje. A konsiderohet ajo dorëheqje nga LDK-ja? Pse nuk e pranon? Faleminderit që po më jep drejtën me për parti tjera nuk e kam. Do të flas vetëm për LDK-n. Nëse është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtit kanë vazhduar në zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlere ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministër i Kosovës. Ju lutj shkonin tek kryeministria, shene, a është kryeministri i Kosovës kryeministër apo është deputet Kuvendit të Kosovës, sepse dyja s'mund të bëhen. Pra ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës, të ketë një dorëheqje, mos varritet procedura e votimit dhe LDK-ja do të votoj raportin me njëherë sapo tipet dorëheqja me 20 votat e palëkundurat Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por megjithatë po vazhdon detyrën e kryeministrit nga 23 marsi deri më sot. Tani këto janë çështje interpretime kushtetuese për Kuvendin e Kosovës, se ne jemi deputet Kuvendit të Kosovës. Ne nuk do të bëjmë shkelje të tjera kushtetuese që nesër përdoren për rrëzimin e qeverisë. Por nesër po e votojmë ne një raport të tillë të komisionit, nesër kush do mund të arrëzojë një qeveri të ashme të Republikës Kosovës dhe kështu shkaktoj zgjedhjet parakoshme në afate që ata i planifikojnë politikisht. Procedura është shumë e thjeshtë. Komisionit i dorëzohet në letër dorëheqje, pas së cilës janë dhe votat konstitutive. LDK janë mbështet në momentin e parë që deputetët janë vetëm deputet Kuvendit të Kosovës dhe s'kan funksione tjera. Njerëzit tonë këtu që kanë me vete, kanë dhënë dorëheqje nga funksionet e veta. Joana Lështaku Sadriu ka dhënë dorëheqje prej nën kryetarit të komunës së Prishtinës. Alban Zoga ka dhënë dorëheqje prej nën kryetarit të komunës së Prishtinës, kanë ardhur për të bërë betimin për deputet. Nuk mund të jesh edhe deputet, edhe kryeministër, edhe ministër, edhe gjithçka tjetër. Është rregull bazik demokratik. Ne të konstituojmë njerë Kuvendin e më pas flasim për hape tjera. Po. Natyrisht. Jo, ne do të bëjmë betime njëherë, ne do të betohemi si deputet më pas hapat e tjerë. Por seanca do të thirret sa më parë, sipas rregullores do të thirret brenda 48 orëve. Ky është proces bllokues i qëllimshëm i partisë mbështetëse se ka numrat. Fundja ju e pas kushim politike. 52 mbështetës të një qeverie që pretendon se ka numra dhe më pas një mal akuzash për secilin tjetër teksa zihen në mesazhe politike me vetë listën serbe. Këtë gjuhë polarizuese e kemi pa, e njohim, nuk ndryshojnë, s'ndryshojnë, s'do ndryshojnë, s'marrim se janë të tillë, s'kem çfarë bëjmë. Vetëvendosja kjo akuzon juve, Lidhjen Demokratike, Partinë Demokratike DAK-n, për procesin bllokues sipas tyre. Unë po ju them, jepni dorëheqje, mos bëni probleme të tilla politike, e janë në seancë, zgjidhet çështja menjëherë. Një letër larg dorëheqjes dhe situatës kushtetuese jemi gjithë bashkërisht. Edhe një herë. Ju kanë akuzuar se nuk merreni me listën serbe.
Kush? Duke përmendur Albulina Agjiu, duke përmendur ato ikësisjen dhe veprimet e tij në Bajsk, ndërsa po merreni me vetëvendosjen. Si ku do të Po kjo është, domethënë kjo është trellim i papam. Pas sulmit në Bajsk nuk ka pas takim me kryeministrin e Kosovës. A jetojmë me një shtet ku mbahet memoria kolektive qartë apo jo? Po cila parti politike nuk ka dënuar sulmin politik terrorist në Bajsk? Ne kemi pas takim institucional. Pra, Klan Kosova dhe Radio Evropa Live sa poran. Edhe drejta. Ra një pjesë e Klan Kosovës. Po media triumfojnë sërish. Shëqoni. Ajo që ka, do me thonë, kjo gjua polarizuese është jo dobishme për Republikën e Kosovës, është gjuhë në shërbim të polarizimit më të tjeshëm, s'kam se si ti përgjigjem, përveç me qëndrimet politike të Lizë Demokratike të Kosovës. Por ajo që ka poshtot, se si janë njerëzit tonë, deputetët tonë të kësa flasin për votat e Lisës Sërbe për qeverinë. Janë deputetët e asaj që pretendohet jetë e qeverisë e ashme. Edhe një pyetje, tani, kryesuesi e dërgoj seancën tek presidentja, nuk e di është rasti pa parë kushtetues deri më tani në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, por pramë që se mblidhemi, pozicioni është i njëjtë. Duhet jepet dorëheqja për të shtruar funksionin e deputetit. Nuk bën të kemi edhe deputet, edhe jemi bindur që është shkelje kushtetuese. Atëherë është e padrejtë, s'është mirë. Duhet të harrojmë kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës. Proceset politike janë betejë normale brenda Parlamentit të Republikës Kosovës. Por mos kërkoni shkelje të kushtetues se s'bëhet. Këta janë mësuar me shkel kushtetues. Se ka ngale. 10 herë, por nesër e bëjmë një gjë të tillë. Ju faleminderit zgjedhjeve. Kujdesni, lutem. خلاص بينا Çaj. بطانين Atëri dëgjojmë deklaratat le themi që të fundit të kësaj seancës së sot me cila ndërpret të përfaqësuesit të opozitës dhe të partisë në pushtet, pra marrë parasysh to qëndrime vërtet që u shprehen pati me njëra akuza dhe kundër akuza se kush është fajtori për ndërprerjen e seancës që mbet tek raporti i komisionit për verifikim të mandateve. Po fatkeqësisht po duket një situatë shumë mirë e menduar paraprakisht, pra më herët që partia e parë faktikisht e ka ka kontribu që dokumentacioni që është nevojitur Komisionit për verifikim të mandatëve të jetë i pavotueshëm, pasi që s'ka qenë i kompletuar. Kjo besoj nuk është një praktikë e re. Komisionet për verifikim të mandatëve kanë funksionuar vazhdimisht në çdo parafillimit çdo legjislature. Deputetët e kanë të mirë njohur procedurën, e kanë të mirë njohur se çfarë dokumente nevojiten në atë dokumentacion, e din edhe administrata e kuvendit, nëse këta nuk e kanë ditur që duhet dorëheqet të jenë aty ose në mënyrë formale, jam e sigurt që administrata do t'u kishte ndihmuar, po duket që faktikisht tendenca ka qenë që sot mos të konstituohet kuvendi, që të ketë një farë zvarritje me qëllim, për shkak arsyeja kryesore është sepse partia e parë pra nuk i ka ende numrat për të zgjedhur. Përmend kjo se ka vetëm 52 vota, pra do të referuar ti jo vetëm partitë që kanë qenë në opozitë nuk e votuan këtë raport në komision dhe në seancë, por nuk e votuan as deputet të tjerë që do ta bënin numrin 69, ndoshta që ne ta dimin të paktën që ka disa deputet që e mbështesin partinë e parë për të formuar institucione, duket se nuk janë pra numrat në dispozicion. Tani topi është tek presidentja, duket edhe kjo pak e qëllimshme që topi ti drejtohet presidentës sepse do ta marrë këtë varë presidentja për të sqaruar tani nuk ka më ndonjë rrugdalje, pasi që këta po thonë që do t'i drejtohen edhe me letër formale, prandaj presidentja do duhet në atë rast të ofrojë një përgjigje. Një nga arsyet mund të jetë që deputetët, edhe nëse do ta kompletonin të kishin vullnet ta kompletojnë sot dokumentacionin, nuk e kanë të qartë se si mund ta shqyrtojnë për herë të dytë raportin. Pra në kushtetutën rregullore nuk shkruan procedura, se për shembull nëse raporti nuk votohet i komisionit herën e parë,
komisioni mund të kthehet prapë në sallën në një nga dhumat e kuvendit, ta shqyrtoj prapë, ta bie prapë në seancë, pra si procedurë, kjo nuk është e përshkruar askund. Flitet vetëm për një shqyrtim të parë të raportit dhe një votim. Prandaj as deputetët tash në këtë situatë nuk e kanë qartë se si duhet veprojnë. Sepse unë besoj që sot administrata do të mund ta kompleton ta dokumentacion, ti marrë dorëheqje, ti përfshije kështu me radhë, po që si procedurë nuk është e përshkruar askund. Tani, kur topi kalon te presidentja, ajo me një letër formale që kuvendi drejtohet, presidentja as ajo nuk e ka mandatin që ta interpretoj kushtetutën. Pra, nuk e besoj që ajo do ta ketë guximin faktikisht apo mandatin, ajo e di që nuk e ka